Një familje shqiptare, e cilësuar nga të afëmit si e qetë dhe e përkushtuar, u përball me një tragjedi të rëndë brenda pak orësh. Babai i 20 vjeçarit Riccardo Mercuri, i cili u gjedh pa shenja jete në portin e Civitanova Marche në Itali, tregoi se nëna e tij e donte pafund dhe e mbronte gjithmonë edhe kur ai gabonte. Sipas të dhënave paraprake, i riu i dha fund jetës pasi kishte ushtruar dhunë ndaj nënës së tij. Gruaja ndodhet në spital dhe pritet i nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale për shkak të një frakture në nofull. Të afërmit dyshojnë se djali ishte i bindur se e kishte vrarë të ëmën, pasi ajo kishte humbur ndjenjat dhe kjo e çoi drejt aktit ekstrem. Në fakt, ajo u transportua me urgjencë në spital dhe mbijetoi. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e ditëlindjes së të riut. Familja kishte darkuar së bashku në shtëpinë e tyre në Polenza, në provincën e Macerata, pa asnjë shenjë që paralajmëronte dramën. Pasi babai u largua nga banesa, një debat mes nënës dhe djalit përshkallëzoi në dhunë fizike. Rreth orës 22, babai, pasi u kthye, e gjeti bashkëshorten të shtrirë dhe të gjakosur. Djali ishte larguar me makinë drejt Civitanovës, rreth 30 kilometra më tej, ku u hodh në det. Kamerat e sigurisë treguan se ai hyri 2 herë në ujë. Sipas të atit, megjithse kishin pasur debate më parë, asgjë nuk linte të kuptohej një përfundim kaq tragjik. Kohët e fundit, i riu po kalonte vështirësi personale dhe kishte pranuar të kërkonte ndihmë psikologjike.